Në hartën globale të udhëtimit ekziston një grup i vogël vendesh, pasaportet e të cilëve ofrojnë privilegje dukshëm të mëdha, duke lejuar udhëtime jashtë vendit me kontrolle minimale, më pak pengesa burokratike dhe pritje më të shkurtra në kufi. Sipas botimit të fundit të indeksit të pasaportave, kryesimi i renditjes është kryesisht nga vendet aziatike. Singapori shfaqet i pari, ndërsa Japonia dhe Korea e Jugut ndajnë vendin e dytë. Mbajtësit e pasaportave të Singaporit mund të udhëtojnë pa viza në 192 vende dhe territore. Pas tyre vijnë Japonia dhe Korea e Jugut, me qytetarët që kanë akses të lirë në 188 destinacione. Metodologjia e indeksit lejon që më shumë se një vend të jetë në të njëjtin pozicion, përsa kohë që ato kanë të njëjtin numër destinacionesh pa viza. Kështu, në vendin e tretë janë 5 vende europiane: Danimarka, Luksemburgu, Spanja, Suedia dhe Zvicra, me akses në 186 vende. Vendi i katërt është gjithashtu ekskluzivisht europian, me 11 vende me 185 destinacione pa viza. Në vendin e pestë me udhëtim pa viza në 184 vende janë Hungaria, Portugalia, Slovakia, Slovenia dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Shqipëria renditet në vendin e 43, duke u mundësuar shtetasve të huaj udhëtime në 121 destinacione pa procedura të ndërlikuara vizash, ndërkohë Kosova është në vendin e 49 me akses pa vizë ose me vizë në mbërritje të 181 destinacioneve të botës. Emiratet e Bashkuara Arabe dallohen si vendi me përmirësimin më të madh në historinë 20 vjeçare të indeksit të pasaportave, që nga viti 2006 ai ka shtuar 149 destinacione të reja pa viza, duke fituar gjithsej 57 vende në renditjen globale. Siç është vënë re në raport, ky zhvillim i atribuohet aktivitetit të vazhdueshëm diplomatik dhe liberalizimit gradual të regjimit të vizave. 10 vendet e para plotësohen nga Shtetet e Bashkuara, të cilat janë rikthyer në vendin e 10 me një rezultat prej 179, pasi ranë nga 10 vendet e para në fund të vitit 2025. SBA-t ndjekin Mbretërinë e Bashkuar në rënjen më të madhe vjetore, pasi kanë humbur qasjen pa viza në 7 destinacione në 12 muaj e fundit.